Një shkollë që rrezikon të rënohet, një kërkesë e prindërve dhe mësuesve për një objekt të ri. Për ndërtimin e një shkolle të re, sepse ajo e vjetra nuk i plotëson as kushtet dhe as kapacitetet për mësimin e mbi 120 nxënësve. Por e njëjta kërkesë është kundërshtuar nga institucionet. Kështu, banorët janë detyruar që ta ndërtojnë vetë një objekt të ri, por tani i njëjti objekt kundërshtohet nga po vetë institucionet në arsyetimin se nuk ka leje për ndërtim. Kjo nduket e pazakontë dhe e vështirë për t'u besuar për kohën në të cilën po jetojmë, por është e vërtetë. Kjo gjë po ndodh në fshatin Nerov të komunës së Krushevës. Shkolla e vjetër është ndërtuar para 75 vitesh dhe tani nuk i përmbush as kushtet minimale për ndjekjen e mësimit. Objekti vjetruar, toalete në gjendje të mjerueshme që nuk kishin as dyer, vetëm 2 klasa dhe 2 të tjera të improvizuara, sepse në të kaluarën kanë qenë zyra. Në këtë kushte janë të detyruar që mbi 120 nxënës të shkollës fillore periferike Nikola Karev ta ndjekin mësimin nga klasa e parë deri në të 9-ën. E madje disa klasa duhet të ndjekin mësimin me nxënës të kombinuar të klasave të ndryshme. Për kushtet e shkollës flet edhe mësimdhënësja Alemsha Zhuta Imeri. Po unë si mësimdhënëse do kisha thënë se kushtet në shkollën tonë, sa i përket mësimdhënies, nuk janë të volitshme. Nëse i krahasojmë me shkollat në për qytete, në për vende, domethënë të ndryshme, këtu te neve kushtet ne nuk kemi asgjë, përveç drasës edhe markerit tani. Për shkak të këtyre rrethanave, siç thot Dashmir Jusufi, banori fshatit Norov, është paraqitur nevoja e ndërtimit të një shkolle të re. Pasi që me vite të tëra kemi apliku edhe te komuna edhe te Ministri i Arsimit që të na ndërtojnë një objekt i rishkollor, por pasi që kemi pasën ato nuk na apin përgjigje pozitive edhe me iniciativë të banorëve, me përmbajtjen të gurbetçarëve dhe të gjithë dashamirësve të arsimit, filluam një objekt i ri shkollor. Pasi e kanë ndërtuar objektin e ri, thot ai, filloi presioni i institucioneve para se gjithashtu i pushtetit lokal, por edhe i atij qendror, duke thënë se ky objekt është ndërtuar pa leje dhe duhet totalisht të ndërpriten punimet. Një banor tjetër i fshatit, Raip Rustemi, porositi institucione që nëse problemi është objekti të cilin banorët e kanë ndërtuar, le të ndërtojnë shkollë të re dhe nxënësit do të shkojnë atje të ndjekin mësimin. Kryesia e Krushevës, po det ajo të ndërtuar shkollën, ne do t'i japim vend, në të ndërtuar, ne delam këtë, do shkojmë kjo ajo do të bëjë komuna. Po komuna duhet të thot faliminderi si erdhët njërë matë të ndërtoni shkollë vetë. Ajo të gëzohet paret i mesin asaj. Dhe të bëjë shkollën nesër, pas nesër e gjithimi të shkollë. Një mësuesi pensionuar i kësaj shkolle, Gjemail Jusufi, i dërgon porosi politikanëve. Se cili vjen para zgjedhjeve lokale, gjithë do bëjmë. I marrin votat shkojnë, a ne që kërkojmë të në lanë, të vazhdojmë si që kemi vazhdu më sot. Nëse duen ato të ndihmojnë, janë mësi ardhësh. Nëse nuk duen të në lanë, si që kërë kemi baru kaq, mundemi të mbarojmë edhe komplet. Për shkak të pengimit të vazhdimit të punimeve në shkollën e re, nxënësit kanë bojkotuar mësimin për 8 ditë, por prindët kanë vendosur që fëmijët i kthejnë në shkollë sepse, siç thonë, askujt nuk i interesojnë këta nxënës, ndërsa ata vetëm humbin mësimin.